SBA anullon 175.000 viza që nga rikthimi i Trumpit katërfishohet ritmi i revokimeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka anulluar më shumë se 175.000 viza që nga rikthimi i Donald Trump në detyrë, duke katërfishuar ritmin e revokimeve krahasuar me vitin e fundit të administratës së Joe Biden. Sipas të dhënave të publikuara nga Departamenti i Shtetit, vizat janë revokuar ndaj shtetësave të huaj që dyshohet se kanë shkelur kushtet e vizave, kanë kryer vepra penale, kanë bërë thirrje për dhunë ndaj amerikanëve, kanë mashtruar qytetarë amerikanë, kanë abuzuar me sistemin e migracionit ose kanë përbërë rrezik për sigurinë kombëtare. Shumë prej rasteve lidhet me përplasje me ligjin mes arsyeve kryesore të përmendura, janë sulme, drejtimi i automjetit në gjendje të dheur, vjedhjet e veprat penale të lidhura me drogën, por dhe drejtimi i pakujdesshëm, sulmet seksuale, abuzime me fëmijë dhe mashtrimi. Departamenti ka publikuar edhe disa raste konkrete për të argumentuar fushatën e revokimit të vizave. Mes tyre janë persona të akuzuar për përdhunim, dhunë seksuale, rrëmbim, trafikim të një të mitore, si dhe raste drejtimit të automjetit në gjendje të dheur dhe dhunë në familje. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka përcaktuar gjithashtu disa shtetas të huaj janë të deportueshëm për arsyet politikës së jashtme. Në këtë kategori janë përfshirë shtetas të lidhur me qeveritë e Kubës dhe Iranit dhe një shtetas Kuwait janë i akuzuar për shprehje armiqësie ndaj presidentit amerikan.